Unë mendoj që kjo puna e zgjedhjes së kryetarit kuvendit edhe qeverisë, kemi pas dikur 2 emisione, përshëndetje dhe urime, që ndëgjeshin njerëzit mirë, dhe ka qenë emisioni i migjësrom. Po. Që prap ka qenë me humor satirik dhe ka qenë emisioni mirë. Tani, parlamenti çdo 2 ditë po e përsërit njëjtën, tjeti skenar dhe njerëzit po kanë dëshirë me pa, kush e këqyr. Mba në fund, presidentja ka vendosur të ndërhyj, po para se të vite ajo, e kemi trajtu në këtë studiu me ju keni qenë një prej atyre të PDK-s që e keni votu Glau Konjufsën. A mendoni që i zhdasht me pas një farë logjike për te partijake kur zgjedhet kryetari kuvendit, apo duhet me majt qëndrim të barrikadum? Tani, vota ime nuk ka qenë vendimtare lidhur me zgjedhjen ose mos zgjedhjen e Glau Konjufsës për kryetar të kuvendit. Dhe vota ime ka qenë në respektim të Kushtetutës Kosovës, që kryetari kuvendit i takon partisë që fiton shumicën ose koalicionit që fiton shumicën. Respektivisht, kandidatin e propozon partia fituese. Dhe ai duhet të zgjidhet ose të mos zgjidhet dhe të zaventësohet me një tjetër. Në këtë rast, zgjedhja, kjo betejë është politike, nuk është për individin, se unë besoj që nuk ka dikush aq shumë ngarkesa në raport me Albulena Haxhiun, por problemi është që hapi tjetër është zgjedhja e qeverisë. Hapet me njëherë, kjo obligimi i dytë që është nga deputetët, dhe afati është i shkurt, është 1 muaj. Tani, ose janë duke biseduar margjina, ose kanë një projekt të 2 palë. Opozita, por e vërteta është që VV-ja nuk po lëshon rrugë, të më thonë. Bile, tash e ka vendosë edhe një hap para Albulena Haxhiut e ka vendosë këtë idene votimit të fsheht, edhe pse u nis me votim të hapun. Asnjëherë nuk është bë votimi i fsheht. Tani, për kryetarin e kuvendit. Së është bë as për kryeministin, me sa di, është bë për president. Për president. Nëse binë dakord partit të gjitha, atëherë mendoj që duhet me pas një votim paraprakisht me 2/3 që kalon. Mas pari këtë mënyrë të votimit, e mandej dhe pas